kishte në krye një kryetar partie legjitim, si që ishte Lulzim Basha, kishte një ish lider të Partisë Demokratike, i cili loste rol aktiv, madje thoshin që ky është kryetari de facto i Partisë Demokratike, Sali Berisha, dhe që ishte pjesë përbërëse e kësaj partie me rolin, siç u thash, me një rol dominues në të, dhe të gjitha këto çuan në atë që përsëri i humbën zgjedhjet. Ndërsa pas vitit 2021 ndodhen ndryshime të jashtëzakonshme, ndryshime shumë të mëdha për Shqipërinë, do thoshja unë, po veçanërisht për opozitën, sepse opozita mori një ndëshkim të rënd. Cili ishte ndëshkimi i rënd që mori opozita? Lideri i saj, historik, ai që ishte de facto kryetari i Partisë Demokratike, u shpall person non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas nga Britania e Madhe me akuza jashtëzakonisht të rënda, minim të demokracisë në vend, korrupsion të lartë shtetëror, njeri që me ndikimin e tij ka bërë deformimin e sistemit gjyqësor në Shqipëri. Domethënë, akuza më të rënda se kaq nuk ka ku të shkojë, dhe për një njeri që do të jetë në politikë, që do të marrë pushtetin e të tjera, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës të konsiderojnë të tillë, nëse Britania e Madhe të konsideron të tillë, dhe nëse vendi jot e përkrah një gjë të tillë masivisht, pra pajtohet me këtë, dhe nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë që ti edhe po të vish në pushtet, ne kur nuk bashkëpunojmë me një non grata, atëre kuptohet që elektorati shqiptar, edhe ai që ti ke patur për vete tronditet dhe të jep firot jashtëzakonshme. Aq më shumë, ose më mirë aq më keq, kur kjo non grata nuk është personale, sepse ka patur në vendet tjera që jepet non grata për një kryetar shteti, për një kryeministër, për një ministër e tjera me radhë, po i jepet atij individualisht. Po kur jepet për gjithë familjen, domethënë me grua, me dhëndër, me fëmijët e tu, të tërë janë non grata, do të thotë që rrezikshmëria shoqërore e jote është jashtëzakonisht e madhe. Kështu që kjo aleanca madhështore nuk kishte çfarë priste tjetër, domethënë për pos këtij rezultati faktikisht që mori. Por nga ana tjetër, të mos harroj që edhe qeverisja aktuale, megjithëse kanë kaluar, pra i përmbushi 3 mandate edhe kërkonte të 4-tin, shqiptarët nuk vlerësojnë çfarë thuhet në për studio televizive, nuk vlerësojnë çfarë thon gazetarët, njëri apo tjetri, nuk vlerësojnë ato gjëra, domethënë, që bëhen për interesa meskine, me që unë e kam inat Edi Ramën bie fjala se duroj dot, se më duket autokrat, apo me që unë kam një lloj perceptimi se në Shqipëri, domethënë, po lulëzon kanabisi e tjera me radhë, dhe të tërë shqiptarët e kanë këtë percepcion. Jo, shqiptarët duhen parë, domethënë në tërësinë e tyre, edhe rëndësi ka masa e madhe, shumica e tyre, dhe shumica e tyre është e kënaqur me qeverisjen, sepse krahasojnë 2013-ën me 2025-ën, dhe kur shikojnë që nga një vend ku sundonte pisleku, ku sundonte anarkia, ku sundonin ndërtimet pa leje, ku sundonte ajo brutaliteti deri në shkallën sa energji elektrike do paguajnë vetëm socialistë dhe ata që votojnë Edi Ramën, dhe këta të Partisë Demokratike janë të përjashtuar prej pagesës energjisë elektrike, dhe firot ishin aq të mëdha, edhe u futën në një kolaps të tillë sa kur u dorëzuan 2013, thuajse ishim të falimentuar, më keq se Greqia që do shiste ishuj, dhe pastaj shikojnë që çfarë zhvillimi ka Shqipëria, si janë rregulluar qytetet e gjithë Shqipërisë, si janë bërë ato europiane, si është rregulluar infrastruktura e vendit e tjera. Pra, kur i shikon të gjitha këto, kur shikon çfarë rrugësh janë bërë, çfarë tunelesh janë bërë, kur shikon që në Shqipëri nga 500.000 maksimalja turistë që vinin deri në 2013, shifra vajtin 13 milion, edhe gjithë bota thot është një ndër 5 vendet më të lakmuara për të bërë pushime e tjera,
ata t'japin vlerësime, kështu që në këtë drejtim ishe një fitore e merituar e Partisë Socialiste. Këto pretendime tani që janë vjedhur e tjera, ne këto i kemi dëgjuar vazhdimisht. I dëgjuam në 26 korrik 92-shit, i dëgjuam në vitin 1994 që vetë Berisha ishte në pushtet, i kemi dëgjuar vazhdimisht edhe këto janë, domethënë, janë për të justifikuar atë katastrofën, humbje katastrofale, por nuk ka ndonjë gjë të vërtetë në këtë mes. Zoti Beqiri, si mendoni pse as këtë radhë Berishës nuk i bëri punë, po themi, as lobimi prej $6 milion i kontratës që nënshkroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por as strategu i Trumpit që mori në fushatën e tij elektorale nuk rezultoi me sukses që ta çonte drejt fitores? Po sepse harrohet nga këta liderët tanë, harrojnë një gjë. Këta duan ta mbajnë mirë me këdo, po nuk duan ta mbajnë mirë me popullin shqiptar. Mirë, po në fundit populli shqiptar është ai që voton, ai e ka votën. Dhe përjedhoi populli shqiptar është aq i zgjuar sa nuk intimidohet, nuk e komplekson dot atë me figura të ndryshme. Aq më shumë që ka patur prova në këtë drejtim, sidomos Berisha dhe ka dështruar vazhdimisht në këtë. Ai pati fenomenin e Doris Pakut, e përdorte atë Doris Pakun, u bë ajo si tezja e Shqipërisë, dhe sa herë kishte nevojë Berisha vitin nga Gjermania, ajo eurodeputete e tjera, edhe fliste mire e kështu, sa më shumë fliste mire ajo, sa më shumë nemte ajo Partinë Socialiste, aq më shumë vota merrnin këta nga populli. E njëjta situatë edhe për Laçivitën e të tjerë. Nuk do votonte Laçivita në Shqipëri, aq më shumë kur Shqipëria dhe shqiptarët e kanë akuzuar Berishën dhe familjen e tij për korrupsion të lartë shtetëror, çka u ka konfirmuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, çka u ka konfirmuar edhe Spaku me akuzë që ka ngritur kundër Berishës, çka u konfirmoi edhe gjykata e kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, ajo e gjyqtarit paraprak që e kaloi çështje për korrupsion për gjykim ndaj Berishës, pra një njeri që ka bërë korrupsion të lartë shtetëror, të arrit tani që të marrë 6 milion nga buxhet, nga gjaku dhe djersa e taksapaguesve shqiptar, dhe t'ja japi atje për t'i bërë atij pastrimin në thonjza të llumit që ka mbuluar një jetë tërë në Shqipëri, edhe përmes kësaj të fitoj pushtetin, edhe kjo është një ndëshkim e shuplak që ata t'japin. Këto 6 milion thonë që ja dhe atia, derisa të qanë zemra për pensionistët, ka që duan pensionistët dhe u bëhet një fishe gjysmë pensioni edhe ata tyja të heqin kapelen. Kurse ti jep thjesht dhe vetëm që të pastrosh, të më falësh, domethënë nevojën e familjes tënde. Kjo nuk është normale, prandaj dhe mori këtë ndëshkim.